Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet dhe pushtetit politik në Shqipëri, të cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime, apo ka konsumuar kohë dhe energji me vite, duke mbajtur peng punë me interes shtetëror dhe punonjës shtetit, me çështje të cilat janë aq të sforcuara sa mund të shkruen romane satirike, jo vendime gjyqësore të formës prerë. Fajësie. Ishte i paepuri Mark Nika, ungji i të ndjerit Alex Nika, që e çoi kryeçështjen e 20 janarit deri në Strasburg dhe e riktheu kësisoj gurin mbi varrin ku drejtësia e kishte kyçur 20 janarin pas një farse të shëmtuar kriminale si ai gjyqi që me demek u bë lidhur me vrasjet. Vetëm ashtu dhe vetëm fal këmbguljes së familjeve të viktimave përmes Markut, dosja e krimit më të egërt historisë demokracisë shqiptare u rivendos me detyrim përcaktim në tryezën e SPAK-ut, ku Marku dorëzoi dhe një material autentik, zërash të regjistruar në vendngjarje nga kanalet e komunikimit të forcave të sigurisë, të cilin prej vitesh e mbante fshehur nga mosbesimi total ndaj institucioneve të drejtësisë dhe natyrisht nga ndroja se mos ai material humbte në thonjza, siç në thonjza janë humbur plot gjurmë. Po ndërkohë 20 janari ka një specifik. Ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Gjykata e Strasburgut i nënvizoi shumë qartë si shkelje të konventës europiane, qoftë përdorimin e pajustifikuar të forcës vdekjeprurse, qoftë mungesën e bazës legjitime për të mbrojtur zyrën e kryeministit me forcë vdekjeprurse, duke kërkuar nga autoritetet të zbardhin ngjarjen. Në rrjedhën e vendimit të Strasburgut, gjykata e lartë ka formuluar një ndër dokumentet më të plot, më të pa kontestueshëm, profesionalisht dhe moralisht, dhe ka vënë faktikisht në lëvizje hetimet që kanë rinisur. Ndërkohë që shpresa vdes e fundit, ndërsa nevoja për drejtësi nuk vdes kur, edhe kur vdes shpresa. Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse mbi 20 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun, di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfoj me se s'bën. Lejoni ta mbyll
duke ndarë me ju sinqerisht të vërtetën time lidhur me përgjegjësinë tonë ndaj jetëve të sakrifikuara të 4 dëshmorëve tanë dhe me zotimin tonë për të bërë drejtësi për 21 janarin. Ne kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur spakun dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon. Përmes organeve të drejtësisë, jo përmes partisë dhe qeverisë. Ky është fakti, këtë se luan topi, dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 21 janarin, të shikoj tek stacioni i trenit, jo tek kjo godin. Sepse nga kjo godin ka dalë bërthama e reformës në drejtësi dhe në godinën përballë është çelur ajo bërtham dhe në godinën e parlamentit është bekuar ajo farë e drejtësisë së pavarur nga pushteti politik. Dhe nuk është pushteti politik as i qeverisë, as i shumicës parlamentit apo i gjithë parlamentit po doni, as i partisë apo i gjitha partive po doni, që duhet bëj punën në kanalet e hetimeve dhe në sallat e gjyqeve. Është një pushtet tjetër që duhet i bëj këto. Dhe ky është një fakt që se luan topi, ashtu si kundër topi nuk luan edhe një fakt tjetër, që deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Por drejtësinë për vetë 20 janarin, asnjë vjetërsirë e vjetër apo e re, nuk do të mund ta mohoj dot pafundësisht. Ne këtu do jemi dhe këtu do ta mirëpresim vendosjen e këtij guri themeli, sepse 20 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Është një grop e hapur që vë në dyshim fort moralin e drejtësisë së re.